Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Ulçini në Gjirokastër ishte aktiviteti që u mbaj të premten brenda në qytetin e Gurt. 30 artistë popullor dhe artizan sollën gjallëri dhe ngjyra, performanca folklorike, panair artezanati, duke promovuar traditat e pasura dhe vlerat kulturore të Ulçinit. Në kampin e internimit në Tepelen u mbajt një mjesh përshpirtje në përkujtim të viktimave që humbën jetën në këtë vend të cilësuar si Auschwitzi shqiptar. Kampi i vuajtjes dhe internimit të familjeve të kundërshtarëve politik të ish regjimit komunist ka funksionuar nga prilli i vitit 1949 deri në mars të vitit 1954. Fshatat e Konispolit po shndërrohen në destinacione gjithnjë më të preferuara për turistët e huaj, sidomos gjatë sezonit veror. Në kuadër të 200 vjetorit të lindjes së mësuesit të popullit Koto Hoxhi dhe 150 vjetorit të themelimit të grupit folklorik Lunxhëria, u promovua sot botimi i autorit Koço Vasili, që sjell historikun dhe sukseset e këtij grupi ndër vite. Ju njohim tani më gjërësisht. Ulçini në Gjirokastër ishte aktiviteti që u mbaj të premten brenda në qytetin e Gurt. 30 artistë popullor dhe artizan sollën gjallëri dhe ngjyra, performanca folklorike, panair artizanati, duke promovuar traditat e pasura dhe vlerat kulturore të Ulçinit. Një mbrëmje të veçantë për gjirokastritët dhe vizitorët e saj ofruan artistët e ardhur nga Ulçini. Në takimin e parë të aktivitetit Ulçini në Gjirokastër, në skenë ngjitën djemt dhe vajza të ansamblit Trojetona me këngët dhe vallet e tyre folklorike. Sot në Gjirokastër nga Ulçini sjellim shumë gjëra, sjellim një kulturë të lashtë, sidomos unë do të thotë jam në rolin e një lautari ku do të këndoj një këngë dhe kemi sjellur edhe folklorin tjetër me kërcime dhe me veshjen tonë tradicionale. Vim në Gjirokastër thjesht për dëshirë dhe që të vizitojmë një ndër qytetet shqiptare më të bukura. Është një veshje kombëtare shqiptare që quhet Gjubleta, është e vjetër rreth 150 viteve. Skena u nda edhe me artistët e grupit Argjiro, të cilët me zërat e tyre brillant mbajnë gjallë këngën polifonike. Në këtë event nuk munguan as artizanët me punimet dhe prodhimet e tyre tradicionale. Për herë të parë jem këtu në Gjirokastër, kemi sjell punë doret, për shembull të janë geta i veshim dimnit, mos me pas ftoft pulpi i kamve, si thonë ne. Të janë çorap leshit me model për fëmijë, të janë strajca me shty buken ose gurabia ose diçka tjetër. Këta mund me shty paret tima, për ndryshe kjo thirret ëndra në beze. Këta janë çanta, punë doret krejt, prej Ulçinit. Këto janë punin me doret. Janë figura, për shembull, i thomë zadrimorja kësaj. Kemi ardhur për herë të parë me produktet tona vendore, cilën i përgatisim vetë dhe i kemi në baçet tonë, në kopshtin tonë. Kemi çdo gjë prej gjëra shtata, domethënë kemi fiq të thatë, kemi arra, kemi përgatisim një ëmbëlsirë me fruta të thata. Që i përgatisim ka mjalt, ka fiq, arra. Ulçini vjen në Gjirokastër dhe ne e mirëpresim. Jemi në panairin e artizanatit në Gjirokastër. Ne jemi Anar Koçollari dhe jemi të prezantuara si për herë me punimet tona të bukura, artizanale, të realizuara me gur me vlerë, me perla, me marganitar, me kristale, me detaje të cilat janë të miqësore me lëkurën. Ky aktivitet u realizua fal bashkëpunimit të TIT Gjirokastra dhe Bashkisë Gjirokastër, ADF dhe shoqatës së artizanëve Globus Art. Për herë të parë, eventi Ulçini Gjirokastër, pra është diçka më ndryshe se sa kemi marrë me para pra në aktivitetet kollart, pra kemi rreth 14 vite që vim në Gjirokastër, mirë po kjo është diçka tjetër, të cilët prezanton vetëm qytetin e Ulçinit pra në Gjirokastër. Pra janë dy kultura të ndryshme, apo të themi ndoshta pak shumë të ngjashme, pasi Ulçini dhe Gjirokastër janë qytete të lashta, janë qytete historik. Pra Ulçini identifikohet me kalan e Ulçinit, me Bregdetin, ndërsa qyteti i Gurt i Gjirokastër identifikohet me pazarin e vjetër, me kalan dhe gjëra tjera. Në kampin e internimit në Tepelen u mbajt një mjesh përshpirtje në përkujtim të viktimave që humbën jetën në këtë vend të cilësuar si Auschwitzi shqiptar. Kampi i vuajtjes dhe internimit të familjeve të kundërshtarëve politik të ish regjimit komunist ka funksionuar nga prilli i vitit 1949 deri në mars të vitit 1954.
Krejt, hierarkia dhe meshtarët katolik zbresin në Tepelen për të marrë pjesë në një meshë përkujtimore në mjediset e hapura të kampit të internimit në Tepelen. Mesha u zhvillua në praninë të autoriteteve më të larta të peshkëve dhe meshtarëve të Kishës Katolike të Shqipërisë në mjediset e hapura të ish kampit të huajtjes dhe internimit të familjeve të kundërshtarëve politik të ish regjimit komunist në Tepelen, me iniciativë të konferencës i peshkënore të Shqipërisë. U mbajt një meshë për shpirtje në përkujtim të viktimave që humbën jetën në këtë vend të cilësuar si Auschwitz-i shqiptar. Kisha Katolike nderoi të gjithë ata qëndrestar dhe martir që vuajtën, humbën jetën dhe u sakrifikuan në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit njerëzor, ndërkohë që meshën përkujtimore të rastit e udhëhoqi i peshkëv i sapës i Mzot Simon Kulli. Në perspektivën e mosharrësit kujtimit, si domosdoshmërisë shoqërore dhe kombëtare, Kisha Katolike u mloll në këtë vend sot në këtë ditë veçantë kalendarin e saj që kushtohet shëtitmit meshtarëve, pikërisht për të kujtuar të gjitha ato viktima, të gjitha ato që vujten, që u vranë, por edhe që qëndruan të palkunën në mbrojtje të dinjitetit dhe të lirisë njerëzore. Pranishëm në këtë meshë ishin marrë episkopati shqiptar, pra krejt konferencë peshkënore në praninë e presidentit të saj, shkëlqësisë e tij Mzot Gjergj Meta, 2 arkipieshqve metropolit, shkëlqësia e tij Mzot Arjan Doda i Tiranëdurrësit dhe Giovanni Peragjin i Shkodrës, po ashtu edhe i peshqvit e tjerë siç ishte ai Saps apo dhe i Lezhës. Meshën e rastit, meshën e këtij përkujtimi duke ofruar refleksione dhe kujtime momentit të veta udhëhoqi shkëlqësia e tij Mzot Simon Kulli i peshqvit Sapës, që në fakt është edhe ndër meshtarët e parë që 25 vite më përpara, pra një datë jubilare, u shuguru meshtar, duke qenë breznia e parë e meshtarëve katolik të cilët u shuguruan pas komunizmit. Kampi i vuajtjes dhe internimit të familjeve të kundërshtarëve politik të ish regjimit komunist ka funksionuar nga prilli 49 deri në mars të vitit 54. Sipas të dhënave ndonse të padokumentuara për shkak të mosregjistrimeve të sakta nga regjimi, por sipas dëshmive dhe të dhënave të përndjekurve në këtë kamp, numri i internuarve vlerësohet të ketë qenë midis 3000 deri në 6000 individ, nga rreth 1500 familje dhe me rreth 550-600 fëmijë të numëruar në gusht të vitit të 1950. Për shkak të urisë së skajshme, sëmundjeve si dizanteria, tifua dhe epidemitë e tjera, mungesa e higjienës dhe shërbimit mjekësor, punët e rënda të detyrueshme dhe kushte torturuese, sipas të dhënave të dëshmitarëve mësohet se në këtë vend vuajtjeje kishte rreth 500-600 vdekur, prej të cilëve ishin rreth 300 fëmijë. Në vitin 2017, në territorin e këtij kampi, të ngritur në ish gazerma dhe ushtrisë italiane nga projekti Memo i kujtesës historike, këtu u mbollën pemë përkujtimore në pyllin e fëmijëve për të nderuar rreth 300 fëmijë të vdekur. Për herë të parë, rreth këtij kampi të vuajtjes ka reaguar ndërkombëtarisht qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me anë të një raporti të paraqitur në OKB. Së afërmi në këtë vend pritet të ngrihet edhe një muze memorial, por zbatimi po vonohet për arsye që nuk dihen. Kthehet aty ku lindi 10 vjet më parë, festivali ndërkombëtar i filmit Dea Open Air është një ofertë më shumë për të ndjerë i shoqëruar nga arti në netat turistike të Sarandës. Ky event, që mori vëmendjen e vendasve dhe vizitorëve në 2 ekrane buzë shëtitores, mbyllet të dielën në mbrëmje. Festivali ndërkombëtar i filmit Dea Open Air i është rikthyer Sarandës, qytetit ku lindi 10 vjet më parë. Për pasionantët e artit të shtatë, ky festival filmi është një mundësi që në mungesë të plotë një kinemaje në 4 mbrëmje verore të Sarandës nga 19 në 22 qershor, t'i kthehen ekranit të madh në sallë të hapur, buzë shëtitore së qytetit të turizmit. Ky projekt ka lindur në Sarandë. Shpresoj që edhe Sarandës i kishte munguar Dea filmi, se Dea është e Sarandës, dhe përpara një viti morën vendimin për të rikthyer me 2 seksione, Dea Focus dhe Dea Forum. Dea Focus është një best of, si themi ne, ose filmat të mirë që kanë qenë në vite. E vërteta është që ne kemi bërë një ndryshim të lehtë si vjet, duke qenë se nga përvoja e vjetshme spektatorët në më të shumtën e tyre ishin të huaj. Atëherë ne ju bashkuam filozofisë për t'i ofruar përveç ambientit, përveç natyrës edhe kulturës shqiptare.
Në natën e parë, festivali u qet me filmin Biznesi i kënaqësisë me producent Gocet Vetanovski nga Maqedonia e Veriut për të vijuar me filmin Vdekja le të preste e Ditopit. Sonte në ekran do të shfaqet filmi Këtu vallëzohet më hijet me protagonist aktorin e mirënjohur Sarandiot Karafil Shena. Kur vijnë Sarand me vepra të mia, do të kam një emocion të veçantë. Më duket sikur kam sikur jap një provim të ri. Më duket sikur luaj për herë të parë. Gjithmonë vendi yt, hapat e tua të para, ta krijojnë këtë emocion. Mua të paktën më krijojnë këtë emocion. Rikthimet janë gjithnjë të mira e të frytshme, shprehet aktori protagonist, ndërkohë ai do të kërkonte një vëmendje më serioze nga pushteti vendor për këtë event. Rikthime të mira janë, edhe se nga njerë të duket sigur vjen si djali plan prishës, por ato janë të mira sepse diçka korrigjon. Kur vjen, diçka bën më mirë dhe vjen me një koncept të ri, vjen me një frym të re, edhe vjen dhe me mend të reja, që do të thotë, tashmë këtu po thuaj se vetë 12 vjet kjo punë, gjërat edhe kanë ndryshuar, nuk është më ajo Saranda para 12 vjetësh. Unë do doja që edhe nga pushteti lokal të kishte një vëmendje pak më shumë, pak më serioze. Programacioni Idea Open Air mbyllet me filmin Emili të Ajola Dajës. Netët e magjisë së filmit patën spektator banor vendas e turistë të huaj. Festivali ishte një ofertë më shumë për të ndjerë i shoqëruar nga arti në netët turistike të Sarandës. Fshatrat e Konispolit po shndërrohen në destinacione gjithnjë më të preferuara për turistët e huaj, sidomos gjatë sezonit veror. Afërsia me Sarandën dhe Ksamilin ka ndikuar që vizitorët të shpërndahen edhe në këto zona rurale të kësaj bashkie. Për të përfituar nga ky trend në rritje, shumë banor kanë filluar të përshtatin banesat e tyre në njësi akomoduese, duke kontribuar në zhvillimin e turizmit lokal dhe të ekonomisë familjare. Fshatrat e Konispolit po kthehen gjithnjë më shumë në destinacione të preferuara për turistët e huaj. Prej fillimit të verës, këto zona rurale kanë nisur të mirëpresin vizitorë të shumtë, të cilët kërkojnë qetësinë, natyrën e paprekur dhe mikpritjen tradicionale të jugut. Afërsia me Sarandën dhe Ksamili ka ndikuar që fluksi turistëve të mos mbetet vetëm në Bregdet, por të shtrihet edhe në fshatrat e Bashkisë së Konispolit. Fakti që duke qenë dhe afër qyteteve të bregdetare siç është Saranda apo dhe Ksamili, njësia administrative e Sarandës, ndikon mbarvajtjen e turizmit dhe në bashkinë tonë, pasi në fluksin e sezonit veror, kryesisht gjatë muajit korrik dhe gusht, duke qenë se kapacitetet e Sarandës dhe Ksamilit nuk mjaftojnë për akomodimin e këtyre turistëve, do të shpesh që fshatrat përreth këtyre atraksioneve turistike siç përmenda, të vinë turistat dhe të akomodohen kryesisht në Mursi, mund të themi, në Xar, si dhe në Shëndëlli apo dhe në Vrin, në gjitha këto fshatra që ndodhen afër këtyre zona bregdetare. Gjithashtu dhe vetë në zonat tonë për arsye sepse ofrojmë një natyrë shumë të bukur, siç thash dhe më përpara, vinë dhe për të vizituar këto atraksionet që ofron bashkia jonë. Ky interes i shtuar ka sjell ndryshime edhe në stilin e jetesës së banorëve lokal, të vetëdijshëm për potencialin turistik. Shumë prej tyre kanë nisur të përshtatin shtëpitë e tyre në njësi akomoduese. Një pjesë kanë investuar në rikonstruksionin e banesave tradicionale, ndërsa të tjerë kanë ngritur struktura të reja, duke u orientuar drejt turizmit familjar dhe atij rural. Kjo pritet të sjellë jo vetëm të ardhura për familjet, por edhe gjallërim të ekonomisë vendase. Duke parë këtë trend në rritje dhe duke parë, si të themi, banorin gjitonin, kjo është një shkak që çdo sezon apo çdo vit pasardhës çdo kush të stimulohet dhe është i gatshëm për të ofruar shtëpinë e vet dhe për ta kthyer në një njësi akomoduese. Rritja e interesit për turizmi rural në Konispol shihet si një mundësi konkrete zhvillimi për këto zona, të cilat për shumë vite janë përballur me emigracionin dhe mungesë investimesh. Me mbështetjen e institucioneve dhe promovimin e duhur, këto fshatra kanë potencial të bëhen pjesë e itinerareve turistike të jugut të Shqipërisë, duke ofruar një përvojë ndryshe nga ajo tipike bregdetare.
Në bashkinë e Libohovës, blegtoria vijon të jetë një sektor i rëndësishëm ekonomik. Një rol të veçantë në zhvillimin e kësaj veprimtarie zë edhe sipërfaqja kullosore, që shtrihet kryesisht në pjesën e poshtme të territorit të bashkisë. Këto kullota shfrytëzohen kryesisht nga fermerët të vendas që i kanë pasur tradicionalisht në përdorim, por edhe nga blegtorët që vinë nga zona të tjera si Delvina dhe Vlora. Blegtoria mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë rurale në bashkinë e Libohovës. Klima e përshtatshme dhe mjedisi natyrore kanë bërë këtë zonë të favorshme për rritjen e gjedhit dhe të imtave. Një rol të veçantë në zhvillimin e kësaj veprimtarie zë edhe sipërfaqja kullosore që shtrihet kryesisht në pjesën e poshtme të territorit të bashkisë. Sipas specialistëve të blegtorisë, kullotat në Libohov janë të shpërndara në mënyrë natyrore dhe janë përfituar kryesisht nga fermerë që i kanë shfrytëzuar prej vitesh. Lidhur me kullotat, bashkia Libohov ka një sipërfaqe kullosore, kryesisht në pjesën e poshtme të bashkisë. Këto kullota janë shpërndar, i kanë kryesisht fermerët që i kanë pas tradicionalisht, ndërsa në zonën e Zagorisë kullotat administrohen nga zona e mbrojtur. Në bashkëpunim me zonat e mbrojtura është vendosur që nuk do të ketë asnjë lëvizje, pasi në këtë zonë bashkia është përfituese. Në këtë zonë operojnë edhe fermerë që vinë nga rrethet të tjera, veçanërisht nga Delvina dhe Vlora, të cilët shfrytëzojnë këtë potencial natyror për veprimtarinë e tyre blegtorale. Në bashkinë e Libohovës ka dhe fermerë që vinë nga zona të tjera. Si janë fermerë që vinë nga zona e Delvinës, bashkia e Vlorës, zona e Bolenës dhe Kuqit. Specialistët theksojnë se menaxhimi i qëndrueshëm i kullotave, zbatimi i planit të kullotjes dhe ndihma me subvencione për fermerët vendas dhe ata që vinë nga zona të tjera do të ndihmojnë në forcimin e këtij sektori që ka potencial të madh për zhvillimin ekonomik të Libohovës. Në kuadër të 200 vjetorit të lindjes së mësuesit të popullit Koto Hoxhi dhe 150 vjetorit të themelimit të grupit folklorik Lunxhëria, u promovua sot botimi i autorit Koço Vasili që sjell historikun dhe sukseset e këtij grupi ndër vite. Rrugtimi folklorik Lunxhot vjen nga pena e folkloristit Koço Vasili. Në një botim 500 faqesh, Vasili bën historikun e ansamblit Lunxhëria, duke nisur që nga viti 1874 kur Koto Hoxhi çeli të parin grup folklorik për të vënë në skenë dasmë lunxhote. Është një punë e nisur gjysmë shekulli më parë me qëmtimin e dokumentave e fotografive që u finalizua sot. Kam vite që mendoj për këtë punë, shumë vite, që kam marrë prej gati 50 sa vjeti që kam marrë grupin folklorik dhe ansambli në dorë. Unë kam bajtur shënime të rregullta, kam bajtur ditare, kam bajtur dokumentacione, kam bajtur fotografi, dhe këto 2 vjet e fundit i përmbrodha, i sistemova, i klasifikova, i qëmtova, edhe arrita që të bëj botimin e këtij libri, që të mbetet një histori e këtij ansambli dhe këtij grupi, sepse në qoftë se nuk do të shkruaj ai do të vdiste dhe do ishte fatkeqësi për brezat dhe për njerëzit të mos njohin këtë histori kaq të madhe. Lunxhëria ka një folklor të pasur, jashtëzakonshëm, jo vetëm këngë të ndryshme, po veçanërisht rituali i dasmës së Lunxhote ku përmbledhen gjitha motivet e folklorit dhe të cilësisë të rësi, për bëjnë një thesar jo vetëm të kulturës të Lunxhërisë, por thesare të kulturës kombëtare. Tilla janë vlerësuara, tilla janë. Brenda atyre kuptohet shkrihet kostumi Lunxhot. Është një përpjekje e madhe që kanë bërë në fakt për ta realizuar këtë libër, kuptohet duke pasur edhe ndihmën e gjithë pjesëtarëve të ansamblit të rinj dhe të vjetër, të cilët më kanë ndihmuar me dokumentacionin që kanë pasur. Promovimi i këtij libri u bë në hollin e teatrit Zinisako, ku shkrimtar, miq e dashamirës jo vetëm të autorit, por edhe Lunxhërisë e vlerësuan këtë punë të Koço Vasilit. Këto janë kontribute për zonin, po dhe më gjithë më të dola si model. Dhe që të vemi të këndisën, Koço është një njeri që pavarësisht se i ka bërë punët e veta dhe ka bërë realizon projektin e vetë, i dëshmon vetë, ne duhet të dokumentojmë dhe të arruajmë mënyrën se si punore. Kam bindje se Koço Vasili, kur ka vendosur të hartonte këtë historik, as i ka shkuar në mend se kur do të mund të përfundonte dhe botonte këtë historik, do të koincidonte me 150 vjetorin e themelimit të grupeve të para folklorike në Lunxhëri.
Në këtë ditë nuk mund të mungonin ata që e përcjellin folklorin lunxhot në ditët e sotme, artistët e ansamblit Lunxhëria, të cilët e bën atmosferën më festive me këngët dhe vallet e tyre. Letrat që nuk mi dërgove kur titullohet libri me poezi që është promovuar në Sarandë. Ai mban autorësinë e gazetares Irena Shabani. Gazetarja e njohur Irena Shabani ka zgjedhur ta promovojë kalimin e saj në lëmin e poezisë në Sarandë. Një grup miq të saj dhe të krijimit ishin ata me të cilët ajo ndau emocionin e librit të saj në poezi të titulluar Letrat që nuk mi dërgove kur. Ajo tregoi se nuk u përket atyre që vargëzojnë për të bërë poet, por se poezia e vjen natyrshëm dhe është gjinia më e sigurt për të shkuar te lexuesi me një ndjesi dhe mesazhin që ke për të dhënë. Tryeza e promovimit e një salle të veshur gjithashtu me vepra arti në grafik të qendrës rinore në Sarandë nxiti diskutime miqësore për tematikën e poezive të Irena Shabanit. Diskutantë dhe miq të poetes Shabani konstatuan se ky është kontakti me poezinë ku lëvizjeta, ndjenja dhe mendimi racional, ku secili gjen një përjetim të vetin dhe një qasje të përbashkët për dukuritë e shoqërisë së sotme. Irena thotë se ka një lidhje të posaçme me Sarandën edhe si qytet poetik. Mendoj që e sjell jetën pa u lëritur, pa bërtitur, ashtu siç ndodh jeta, duke e parë. Mendoj që një njeri që e lexon librin e shikon atë nga jashtë me shumë qetësi dhe gjën veten në poezitë e atij libri, secili mund të gjejë veten në njërin varg apo në vargun tjetër. Autorja Shabani ndjehet mirë që libri i saj është një mozaik i jetës, ndërkohë që thotë se poezia po të mos ishte një zhanër i rrezikuar, nuk do të ishte në mbrojtje të UNESCO-s. Poezia po të mos ishte një zhanër i rrezikuar, nuk do të mbrojë nga UNESCO, siç është marrë në mbrojtje, që tashmë kemi një ditë të poezisë. E konsiderojnë si një zhanër i haruar, por unë shoh që ka një rizgjim. Mendoj që njerëzit sa më shumë të fillojnë të lexojnë, aq më shumë e kultivojnë. Nëse një roman të përfshin, poezia të bën të reflektosh. Ka humbur shumë lexues, por mendoj që po rifiton terren. Mendoj që në një moment të tillë ku bota është bërë shumë teknologjike, njerëzit po i kthehen shpirtit. Në vlerësimin e gazetarit Ermir Hoxha, poezia e Irenës ka thellësi, ndjenjë dhe mesazhe të forta. Libri Irena Shabanit është një libër me poezi shumë të qelluara, për ta thënë thjesht, është një poezi që ka thellësi, që ka ndjenjë, edhe që ka mesazh jashtëzakonisht të fortë. Ka poezi të cilat vërtet të lënë një mbres të veçantë, një poezi që i ka të gjithë parametrat për t'i rezistuar kohës edhe për të pas atë monumentalizmin me vite që kalojnë, për nga vetë temat dhe kapja, siç është për shembull humbja e parajsës. Në planet krijuese të autores Shabani është prezantimi i saj para lexuesit me një libër në prozën e gjatë, për të cilin tha se është në fazën e dakordësisë me ente botuese për ta patur gati për panairin e librit në nëntor 2025. Një mbrëmje plot ngjyra dhe muzikë të mirë ka shijuar sarandiotët dhe turistët. Ishin fëmijët e qytetit pasionantë të polifonisë dhe baletit që performuan në skenë të hapur duke dhuruar emocione të bukura për publikun. Polifonia dhe baleti moderne klasik erdhën së bashku në formatin e një koncerti në skenë të hapur. Këtë e bën të mundur 10 fëmijë të Sarandës të përfshirë në ansamblin Zëri Bilbilit dhe në përbërje të Casey Dance Studio. Ishte një koncert recital i organizuar nga fëmijët e Zërit të Bilbilit dhe i gostisht nga balerinat e një vajze të re, e cila ka qenë nxënëse këtu tek ky ansambël, ka mbaruar shkollën e arteve dhe sot ajo jo vetëm ka mbaruar shkëlqyeshëm, por ka hapur një studio të vetëm të baletit dhe sot ajo për herë të parë para publikut Sarandës del për të prezantuar veten me këta fëmijë që ka mësuar e edukuar me këtë balet klasik. Të gjithë fëmijët artistë janë pasionante të kultivuar në fushën e polifonisë dhe baletit. Vetë Casey Dervish Behaj ka qenë pjesë e ansamblit të njohur Zëri Bilbilit, ndërsa tani ka përfunduar studimet në Akademinë e Arteve dhe ky koncert ishte dalja e parë para publikut sarandiot dhe turistëve të këtij sezoni. Sheshi Limanit u përflak nga veshjet tradicionale, ndërkohë balerinat e vogla 3 deri në 15 vjeç krijuan figura koreografike. Jam rritur në skenë,
Por si një koreografe në qytetin e Sarandës është dalja ime parë dhe ishte një emocion shumë i madh dhe shpresoj se ja kam dalë me këtë shfaqjen time të parë. I kam përmbledhur të gjitha, kam përmbledhur baleti modern, baletin klasik, kam përmbledhur ballet tradicionale të veriut dhe të zonës tonë. E vogla që kam është 3 vjeçe dhe deri në moshën 15 vjeç. Thjesht ma dhan idenë prindrit dhe thash pse jo ta provoj një herë veten time në një gjë të tillë. Kesi thot se do të donte të kishte një institucion funksional në qytetin e Sarandës që t'u mundësoj talenteve të rinj dalje në skenë dhe promovim gjatë gjithë vitit. Nga qyteti Sarandës, në Akademinë e Arteve ka shumë studentë sarandiot që po vazhdojnë për art, po të kthesh në Sarandë dhe nuk ke një mundësi pune apo nuk ke një kinoteatër, është një gjë që Spektakli i fëmijëve artistë që performuan në skenë të hapur dhuroi një mbrëmje plot ngjyra dhe muzikë të mirë. Ata dhanë sinjale të forta se me këta fëmijë arti i traditës dhe ai modern kanë të sotme dhe të ardhme. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.